Mos të mendon që veç pse është qika i Suf Gërvollës, edhe në pafundësi ka me shku kjo gjuhë e tërpshme, por nuk ka kur gjo ma vështirë, qoftë për një luftar, qoftë për një bartës të institucioni shtetit, se sa me full për vojzën e Suf Gërvollës, e ajo me qenë në atë nivel. Kisha desht me po ku me ditë qysh, po jërë nivelin e qësoj punë që është. Mos të menon që për një marketing politik, apo për një grosht vota, ka me mëndu që na kena me mbyll gojën. Unë e thash numrat s'na kanë interesu njëve kur. Nuk ka më rëndësia jesim 1510, 7, 8. Mos të menon dikush që mundet me na shantazhu. Këta e në shantazhu, mund kumë përmen emna politikanë që këshiltarë, që janë dëshmitorë speciale. E ka thona i vetë, se këmë thonë ne. Nuk kem që ka i rujë më të bashkë të në këtë vend. Edhim pse, nuk nërruhen në rollet. Najna hi një ringë. Najna hi, që tash, ushtria slirimtare Kosovës, është në gjubëks, në ringë, me bashkëpunëtorët e Serbisë mrena Kosovës edhe me shtetin Serb. Unë po të thamë, i kena sfidu gjithë edhe jem të gatshëm për këtë sfidë, derin pa fundësi. Oke, Amelian tash pakës, sepse ka edhe shumë gjërat të tjera. Artani në regjia, e kam në lidhje apo jo? Nëse nuk është në lidhje, nuk është Artani në lidhje për momentin. Sefaj, se edhe kjo po ndërlidhet me këtë, me së reshtash e tha, po edhe me pas shumë qartë edhe zotri Lapashtica, që e gjithë kjo është edhe një lloj frike e një asaj që mund të pritet nga vendimi përfundimtar i asaj që mund të ndodhë në Hag, pra që e shkret u QK-s të lirohen dhe që kjo mund të jetë një lloj frike për pushtetin. Si e shek të ndërlidhet realisht dhe këtë që po ndodhë, pra, a gjithë kjo gjuhë, edhe gjithë këtë cak që është UQK-ja dhe i shkret e UQK-s, a ndërlidhet diçka me Hagën në këndvështrimin tënd? Po fatkeqësisht, ne si shqiptar edhe gjatë krejt historisë kemi kallëzuar apo jemi personifiku me shprehjen për i natë res më dek djali, e që në rast se mos e bëzët, do të ishte kundërta, e mos lirimit të tyre, liria junë, shteti junë, imazhi junë, historia junë, gjithë shka që lidhet me ne, do të damkosej, unë si dikush që kam qenë kundër themelimit të gjykatës speciale atëherë dhe jam sot. Kam bindje 100% të qartë dhe të sigurt, se në rast se do të vlerësohet me prova dhe do të ketë drejtësi. Krerët ushtrisë lirimtare të Kosovës do të lirohen që të gjithë. Mirë po të mos harrojmë ne që Cali është denu për vrasjen që e kanë bërë policia, ushtria dhe paramilitarët serbë. Pra, dikush është i gatshëm që për një grim pushtet që mund të afitoj më shumë se të mboj, që të mos i rrezikohet ai pushtet, të bëhet pol, edhe me armiqtë e Kosovës për t'ja zgjat pushtetin apo mandatin e vetës, e nuk ka gjë më të dëmshme për historinë e Kosovës se sa themelues të ushtrisë lirimtare, njerëzit që e kanë prezantuar Kosovën në Rambuje, udhëheqjen e luftës, shpalljen e pavarësisë, të kenë katë gjatë e që shteti ynë të mos të bëj asnjë veprim e të ketë nevojë të kenë organizatat huaja ndërkombëtare të thonë që janë shkel të gjitha kriteret e afateu dhe e shkelju të drejtat burgosë. Mos harrojmë, as Rusia nuk sillet ndaj të burgosërve në paraburgim si që janë sjellur këta për jashtë dhunën fizike, për arsye se presioni psiqik dhe dhuna psiqike, mungesa e fiqasjes të komunikimit me familjet ngjashme, as Rusia e Putinit nuk shqipton këso masa diskrimuese. Ka pas avokati i popullit që ka dalë me ato shkelje të cilat fatkeqësisht edhe avokati i popullit i ka thënë pothuajse gati mas 5 vite. Këtë po e thoja. Atëherë t'ju pyes të dyve për ta bërë në debat këtë. Lirimi i shkretëve të UQK-s në Hag, si do ta ndryshonte skenën politike? Do të nisim me Lapashticën studio. Po ndëgjë, faktikisht edhe një pjesë e njerëzve me thonë shumë të rëndësishëm, po flasë mrena Kosovës, nuk jem të i kushtu shumë vëmendje qëtyne farë zhvillimeve njerëzve të papijekun, se e kuptojnë që atje të zhvillu një ngjarje shumë me rëndësishme, e cila i len shenjë shtetit tonë edhe vendit tonë. Edhe jenë të morë me këtë çështje
edhe të përcjell me vëmendje edhe të mundu me tregu të vërtetën kush ka qenë qaj rrugtim i ushtrisë lirimtare dhe i popullit tonë. Se kjo çështje kështu s'u të vazhdoj. T'ja po mendon që çështu kish vazhduar. Dëgjoj, kemi ardhur në fund, në kufi, sikur në kufi shtetënor të durimit, nga përshmimi, ofendimi edhe fyerjet, unë po them publikisht edhe s'po du kur gjë me diskutu ma shumë, për ju thëmë që tyne njerëzve mbyll në gojnë se kemi ardhur në fund. Nësen ju garantoj, me bindjet plot për thëmë to. Edhe të e ditë situacionin e brendshëm, që të në vend tonë, nësen për ju thëmë, nëse vim deri të qaj shpërthem i durimit, që jenë të tentun çdo formë, me na prun qatë pozicion, unë për i garantoj që kë vend ka mu këthym pikën zerë. Dhe ju thoni që ka mundësi të ndodha ajo? Dëgjoj se dikush mundet me thonë për merë si lloj kërcnimi, apo qashtu i bjen, qashtu i bjen. Jo, dëgjoj, kë nuk ka kërcnim, kjo tërhiqje e vërejtjes. Nuk ka kërcnim, po tërhiqje. Dhe unë po ju pyes që a mund të ndodh ai shpërthim? Jo, mund të ndodh, po ka tentim të fort, provokime të forta për me prun qatë pozicion. Unë për i bëj thirrës shtyne njerëzve. A jem politikana pushtetarë, dveshën me pushtet, kërë thej ka dem demoqi, a me sako pushtetit, a me sako të qytetarit, a me sako të Beogradit, a kush do qurë, s'po më interesan kush është funi eqë, po me emën, me video, me deklarata, janë publike, janë tyne, i kësha lutë të mbyllin gojnë, se nuk din kur gjë funit as jenë konë këtu në Kosovë heq, as se kanë dhonë një pik njërës për këtë ven heq, edhe orë kjo kërkush nuk pjo thot me i shfrytzu këtë të mira, e këtë ven me lullëzu edhe, po qoftë edhe me sundu e me drejtu. Edhe, pra po thonë, ju garantoj që është ardhur në fund durimi. Edhe ju garantoj, nëse vjen deri të që kjo shpërthemi durimit, ju garantoj ka me po Republike e Kosovës ku ka mu këtyje. Këto i garantoj me përgjithësi plot, nëse vjen që kjo shpërthem, që shpëshohet konsumimi njerëzve, nëse vjen të që kjo shpërthem, keni me qenë dëshmitar të gjithë ku ka me ro pozicioni Republikës Kosovës edhe ku janë qita njerëz. E tash për mos më orë që aty. Se edhim se është sulm i pa bazë, është shpifje, është etiketim, është akuzë, është deklarat për dëshirën e agresorit, është gjithë që ka thuj, veç nuk është qashtu qysh për thuj. La Pashtica, ky është një mendimi juaj, apo ka ndonjë bisedim, ka diçka që është bërë realisht, që nëse vazhdohet kështu ky durim, ky durimi do të vjen fundi. Edhe ju mediat po mduket për ndëgjoni veç. Jo, vetëm po specifikoj. Mos e merr to personale. Jo, absolutisht. Për ndëgjojnë vetëm bisedimet edhe mediat e politikanëve dhe televizionit çka qisin. Si këtij deputetit Dornikës që ati Palucit atje, edhe të të bashkë. Jo, unë kam këtu, po ju pyes juve. Jo, unë po të kallëzoj këtu bisedojnë çdo moment. Gjithkund bisedojnë këtu. Unë po të thamë që durimi ka ardhur në kufi, sigur kur shkon pikë kufitore, me një shtet tjetër dhe thot nalë qëtu. Edhe ju garantoj që nëse ndodh, unë nuk lutna, mos më ndodh, unë lutna që kjo punë të qetësohet, kjo punë dikush që është kompetent të bisedohet. Por, unë po të thamë, njerëz shumë të rëndësishëm, cilët edhe e këshin ndryshu s'kene në politikë, nuk janë të morë me këtë sene. Është tjetër problem për Kosovë njerë. Na kitë luft me Serbin për gjykatën speciale, na duhet me fitu, na kemë me fitu, po na duhet Kosovë si duhet gjithsesi me tentu mu të regu e vërteta, se neve na nuk kërkojmë as gjo ma shumë se sa kushin a kom. Nuk kemë nevoj as me na livdu, nuk kemë nevoj as me na jek ato që i kemë, se na tjetër pun kemi pas. E une po të garantoj, është të shfrytzu tash ky farvakumi këtu,
mrena lloj qorë që se tash si s'kem që ka rezervujmë gjuhën, se a i s'pe rezervon gjuhën, dikush qifti atina mi thonë, po bratimi Radeqi, se po thonë lloj zagari këtu të silë, në livadh thot se e ka po që njëherë nuk është veç unë për i garantoj. Nëse vjen të shpërthimi që ati durimi, unë po të garantoj kanë me konë dëshmitar vetë, ku ko mu këthy Kosova edhe qysh ko me konë që këven. E për mos më orë që aty, është mirë, unë e për thëmë me mbyll gojnë. Mua si luftor nuk më intereson as ka bën grupi parlamentar i një partije, as i asoj tjetërës, as i kësojna. Ata zëtnit, duhet me kry punën e vetë, që ofë në pozita, gjithë ku do që të është, mirë po kitë ka uzë kemi mbrojt me fanatizëm. Unë po flasna, ka akter tjerë jashtë institucionëve që kitë luft me Serbin. Unë jam shumë i bindën, krejt, unë në gjdo media komund, krejt na i folë Serbia, ushtrisë shlirimtare nuk ja folë kitë suksese, kitë rezultat, se e ka këthy botën morë me krejt fuqinë politike në vetë, edhe e kena shpurë Serbin për i këtuit. Kur përjetësisht, nuk ja folë, kur kanë me udhtu, qëri këta zëtnit që po dhonë deklarata, këta hinu mërdor që shkajun në mërinë. Se nuk e vetë kush ka je shkuë. Na jemë të sankcionun përjetësisht për ati shteti. Kështu që, unë e pjo thëmë dhe të mbyllin gojen, kush dërën me fitu vota dhe të fitan, edhe dhe të merë dhe të qeverisë, por etiketimet edhe gojen dhe të mbyllin për këtë sene. Po, lavashtiza, më lejo të në vetëm të shka, sepse edhe kur erdhët në studio... Me dhonë këtë deklarat, policia nuk janë veç për me morë rrugën ato edhe me nollë me bo gjoba trafiku. Gja, ligje për ngritje të rrejtjes edhe vlavrosjes edhe nëzitjes egziston. Janë të në nëzit me in konflikt. Unë jam shumë i sigur që edhe me in konflikt nuk mojës në svidojnë ata. A ki durimi vetëm pak sekonda me më dëgju. E marë këtë momentum, dhe të vazhdojnë. Unë po thomë, dhe të vazhdojnë gjuhën. Dhe të vazhdojnë edhe mos të nalin, unë e thomë që kemi i svidu në këtë drejtim. Edhe kemi i svidu shumë kesh. Që kanë mu pendu, po të garantoj kanë mu pendu. Qysh jenë pendu, ata që kanë qenë me Belgradin, kanë mu pëndu. Edhe ju kur erdhët në këtë studio, ishit shumë i shqetësuar me gjithë këtë që po ndodhe. Dhe ne kemi çdo ditë që po flasim për këtë. Problemi është që secili, pra jemi në një pikë që secili po i përgjigjet secilit me gjuhën e njëjtë. Dhe kjo nuk po na shërben. Këtë nuk mundemi me ndalu kështu do të thotë. Edhe ju natyrisht me deklaratat me thirrjet tuaja ishe jashpër në formën tuaj. Jo, dëgjoj. Këto është problemi, nuk mund ti shërbejmë kësaj çështje duke u përgjigjur në formën e njëjtë. Çore, dëgjoj, unë jam shumë modest. Dëgjoj, unë jam luftor, po shumë modest jam, shumë tolerant jam. Po du me lifdu vetën tash, po tash debati qëtë në pozicionin që shtojnë matë potezë. Edhe lifdojnë, e i lidhjeni. Hej, shoqëria e re, qytetarë, gjeneratat e pas luftës, duhet me ditë që ata kanë drejt gjithë shka me thonë për neve të pavërteta, na s'kem drejt me i thonë të vërtetat ndaj tyre. Jo, absolutisht kjo sa. Po që shtu t'i bjenë se... Që në dëgjo, prej që i në studio, ti mund është me këthy një kronologi të ingjëzimeve dhe deklarata, po të garanton që ky miku e që kush dhe që dëmë për këtë temë me orë, më i zhvilloj debat, ku të duhen aji, ndash këtu, ndash në rrugë, ndash ku të është i gatë shumë aji, unë jam i gatë shumë, për çdo sfidë me ta. Jetinza, sokoqeve, e koridore, po ku të duhen aji, aj ku duhen, jo ku duhen e, unë po të thëmë që 26 vite nuk e ka nëllë qitë gju, edhe qitë fyrje, individ caktum për neve. Edhe tash kjo, u kriju një ndërdije që qashtu duhet me konë edhe ata kanë drejt, por rafetin këtë rast, si luftor s'ka drejt me. Unë e për thëmë mbyll në goje. Pse për thëmë mbyll në goje? Për thëmë mbyll në goje me të pavërteta. Nëse kitë vërtet diçka për mu si luftor, nëse Republika e Kosovës dhe kjo shtet, ka diçka të vërtet për mu urnë zotni mënyrë të hapën, poja thuj ti jetë që kë. Unë e këmë thonë një që nërë. Në këtë ven kanë uzurpu njerëz në emën të luftarit. Në këtë ven kanë vronë njerëz për interesa të luftarit. Në këtë ven nuk kalon dikush, kanë përfitu biznesmena në emën të luftarve.